Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Falënderimi për këtë vetëm Allahut të madhëruar, paqja e Allahut dhe bekimet e tij qofshin profetin ton Muhammed alayhis salam. Pra folëm mësimin e kaluar për një njohje të shkurtër rreth tre parimeve, libri tre parime që e ka shkruar dietari i njohur dhe i shuar Muhammed ibn Abdul Wahhab. Allahu më shëroft. Dhe folëm rreth shkakut pse ka shkruar këtë libër. Dhe thamë që autori me këtë libër i drejtohet popullit në përgjithësi, popullit të asaj kohe, shoqërisë në atë kohë, e cila ishte zhytur në idhujtari, në bidate, devijime, shumë prej seneteve quheshin bidate dhe shumë bidate quheshin senet, dhe quhesh shirku, idhujtaria, disa lloje të shirkut quheshin prej besimit të tauhidit, dhe ajo që ishte prej tauhidit dhe prej njëshmërisë së Allahut të madhëruar konsiderohesh jo prej fesë, jo prej tauhidit. Dhe ai i cili ishte njësuesi i Allahut i vetëm në atë kohë dhe pasuesi rrugës profetike shikohej si i huaj, si njëri pra jo i shoqërisë, pra person që nuk i përkiste asaj shoqërie. Dhe shumë prej dietarëve në atë kohë e dinin të vërtetën, po nuk kishin forcën, guximin për të ndryshuar të keqen. Dhe shumë prej tyre, dhe shumë dietarë ishin të zhytur në këtë të keqe. Pra, ishin të zhytur në të keqe, në këtë devijim, sepse zjati shumë kohë ky devijim në shoqëri. Pra, këto devijime nuk është se ishin, pra erdhën në kohën kur lindi, ose në kohën në brezin kur ishte shehu Muhammed ibn Abdul Wahhab. Historianët tregojnë që këto devijime kanë qenë dhe më para shehut. Dhe brezat, një pas tjetrit, i morën të devijime dhe u bën çfarë? Sikur ishin ajo origjina dhe normalia për besimin për Islamin e saktë. Siç ka ardhur në hadithin që tregon që nga Ademi a.s. deri tek Nuh a.s. ishin të një feje, 10 shekuj, adhuronin Allahun të vetëm. Në kohën e Nuh a.s. ishin disa njerëz të mirë, të cilët i shërbenin njerëzve, i ndihmonin ata, ishin bamirës ndaj njerëzve. Kur këta ndruan jetë, thanë njerëzit të ndërtojnë tek varret e tyre përkujtimore, përmendore. Thjesht të kujtojnë punët e mira që ata vepronin. Ky ishte qëllimi i mirë i tyre. Brezi i parë. Erdhi brezi i dytë, brezi i tretë, huarua dia. Huarua shkaku pse u ndërtuan këto përmendore e përkujtimore tek varret e tyre. Huarua dia, u dobësua dia, u zbe, dhe shejtani futi devijimin e vetë, thanë këta njerëz të mirë tek Allahu, kam pozit dhe ja zbukuroi lutjen e tyre. Prandaj Allahu Azza wa Jall nxori nga ky popull Nuhun alayhis salam si të dërguar. Po në këtë hadith tregojnë që kur kalon koha, pra brez pas brezi, e keqja nuk ndryshohet, nuk del në pa e vërteta dhe dalloj nga e kota, atëherë brezat që vijnë më pas, që i gjejnë baballarët e tyre në atë fe, dhe mbet vetëm emri Islam dhe tauhid, por se thelbi dhe origjina është tjetër, është shirku, idhujtaria dhe mohimi, atëherë, dhe kjo është më e keqja, kur mbet emri, dhe është më e keqja kjo, kur mbet emri, mbet pretendimet e sakta, po thelbi ka ndryshuar. Dhe ai që do vi tani me argumente të sakta nga Kurani dhe Suneti, duke thirrur në tauhidin e pastër, në fenë e pastër, në fenë e Muhamedit alayhis salam, ai do quhet si i huaj. Do quhet se diçka të re. Prandaj i marrë kjo akuzat që u bën Muhammed ibn Wahhabit, thonë ky herë diçka të re, me një fe të re. Dhe kjo ishte nga shpivet më të mëdha që është për shekut, me qëllim që të largoheshin njerëzit nga ai. Dhe në tre parimet, dhe e marrim më pas, a e dini sa argumente janë përmendur nga Kurani dhe Suneti? 60 argumente. Një libër kaq të vogël.
Dhe a dini sa transmetime nga fjalët e dietarëve raporton në këtë libër? 6 vetëm. A mos është përqendruar Muhammed Abdul Wahhabi ke fjalët e dietarëve për këtë transmetim të këtyre fjalëve vetëm ke methëbi Hanbeli, ose si është akuzuar për gjuhën e librin? Se një nga gjërat që duhet ta njohim për librin është se shehu nuk është se ka marrë, ta thënë shehu Muhammed Abdul Wahhabi në shumicën e librave të tij ka shkruar thjesht tekste që i ka lexuar nga librat e Ibn Taymiyes e Ibn Qayyimit. Që edhe këta, sidomos Ibn Taymi ka qenë i akuzuar që ka ardhur diçka të re nga feja. Dhe s'është e vërtet. Shehu në këtë libër vetëm një herë ka përmendur emrin e Ibn Qayyimit. Ke për kufizimin e tagutit. Ka përmendur Buhariun, u ka folur për dijen dhe punën, që dija është para punës, ka përmendur Baghawiun, ka përmendur Ibn Kathirin, ka përmendur Abdullah ibn Abbasin. Pra 6 transmetime nga dietarë të ndryshëm që i përkasin methebeve të ndryshme për të treguar që ai si përkiste një methebi, pra ishte fanatik ndaj një methebi. Dhe gjithashtu që ai i cili ishte Shafii, kur lexonte që ky transmetonte nga Shafiit, pra ishte një lloj taktike nga shehu, ta lexonte librin. Dhe ai që ishte Hanbeli po ashtu, dhe ai që ishte Hanafi po ashtu. Dhe për treguar se ky libër nuk është libri i Hanbelive ose Hanefive, ose një medhebi të caktuar rreth akides, por është një libër i cili ka pasur për qëllim që t'i kthente njerëzit ku? Tek feja e kulluar, e pastër, e cila bazohet në Kuranin famlar dhe në Sunetin profetik. Larg fanatizmave, larg metodologjisë të gabuar, e cila e merrte fe nga imitimi i hoxhallarëve të asaj kohe, që ishin të humbur shumica. Dhe e pakis kishte frikë, nuk kishte guximin për ndryshuar të keq. Prandaj 2 nga nxënësit e tij të shehut thotë ishin në një gjendje shumë të rëndë. Pra na kishte mbetur vetë emri musliman, pretendimi. Ishin shuar, pra ishin mbuluar simbolet e Islamit, të vërtet. Në adhuronim pemën, që është një pemë fahlul fahul. Adhuroshim ishte hurm. Gratë shkoshin këtë pemë dhe adhuronin. Adhuronin varin e Zeid ibn Khattabit, një prej sahabëve. Dhe varreve të tjera. Varret, adhurimi i varreve ishte bërë normale, ishte bën punë e mirë, se kemi përmendur mësimet e kaluara. Adhurimi i pemëve ishte bërë për lutja e pemëve, për marrë bereqet, si kone e dhitaris, që ka ardhur hadithin kur profeti sallam shkon afër një peme, që ato pemë i dhujtar varrin shpallët e tyre, dhatul anuat, varrin shpallët e tyre për bereqet para luftës. Dhe sahabët sapo kishin pranuar Islamin, pan këtë pemë dhe thanë, dhe pan çfarë veproni i dhujtarët akoma me këtë pemë, thanë, na bëjnë neve në një pemë si kjo. Si mbet çfarë? Mbet ajo dyshimi. Pra që ka qenë të kaluarën, do gradualisht largohet. S'mundet brenda një natë, Yunusi për shembull ka pas dyshime, lidhje me disa gjëra, lidhje me akiden e tij, me besimin e tij, me gjëra që i bënë në adhurime, gabuara, bidate, devijime, në besim, në adhurim. S'mundet Yunusi brenda natës, çdo dyshim i tij që largohet. Prandaj dhe sahabët ishin të rinj në fe dhe për të shkak nuk u quajtën jo besimtar. Por se profeti i tregoi atën si thosh të keqen e madhe që kishte kjo fjalë, kjo kërkesë, që kërkoi që këto sahabë kërkuan profesorat na bëjnë neve një pemë ku të varrim në shpatat, kemi ndonjë bereqet nga kjo pemë. Tha keni thënë një fjalë shumë të madhe. Siç thanë bijtë e Israilit, hebrejt, kujt? Musa alayhis salam, na bëjnë neve një vit, po na bëjnë edhe një idhull si ky. Që çfarë? I cili të cilin e adhurojnë. Ata bën kufër, pra dolën nga feja me të fjalë. Ndërsa sahabët jo.
sepse sapo ishim futur në Islam. Pra kjo fjalë është fjalë e cila është mosbesim, po justifikuar me mosdijen e tyre se sa kishte pranuar Islamin. Dhe në kohën e Muhamedit ibn Wahabit, ignoranca ishte aq e madhe, gjuhët ishin thyrë përmbys. Suneti bidat, shirku tauhid, tauhid shirk. Ose e kot, ose e pavërtet. Prandaj princi Abdulaziz, përmendur në mësimin e kaluar, Abdulaziz ibn Muhammad ibn Saud urdhëroi shehun dhe i tha, shkruaj një libër i cili është mësim dhe udhëzim dhe këshill për popullin. Dhe populli ishte në një gjendje shumica analfabet, nuk dishin lexonin as shkruanin. Dhe shkroi këtë libër, dhe në fakt ky libër është shkruar disa herë, duke shtuar ose paksuar, dhe duke ndryshuar pak atë formën ose metodologjinë e shkruarit sipas gjendjes dhe popullit, pra duke ndryshuar në origjinë ky libër i është drejtuar popullit në masës, e cila ishte pra në një grad shumë të ulët të dijes, por se në përgjithësi ky libër është shkruar në një formë jo akademike që i drejtohet nxënësit të dijes dhe dietarëve. Dhe forma ose uslubi që shehu ka përdorur në këtë libër është një uslub, një metodë që thon popullore. Pra ka përdorur shprehje të cilat populli ti kuptonte dhe ti kuptonte më mirë dhe më qartë. Dhe jo shprehje të cilat i përkasin terminologjisë në lidhje me shkencën e akides për shembull, ose të hadithit ose të tefsirit. Prandaj Salih Abud tregon, thot, shehu, thot, autori i librit, në zakonin e tij nuk shkruante shumë. Pra nuk ka qenë një dietar që shkruante libra lidhje me shkencën e fesë, pra, më lidhje me dijet fetare, në lidhje me për shumë me fikun, me hadithin, me tefsirin, nuk ka qenë që kishte kohë dhe ajo gjendja dhe situata ishte e tillë që kërkonte pra që ky t'i fliste zësë dijes. Formonte zënës dije në lidhje me çfarë? Me lëmit ose shkencat e dijes fetare. Nuk do në formimin e kujt? E nxënësve dijes në fusha të ndryshme të shkencës. Pa të shkencave fetare. Jo, ai shkruante, shkrimet e tij kanë qenë në bazë, në varësi të nevojës që kishte populli. Pra nevojës që kishte për të korrigjuar dhe për të përmirësuar nga besimi i tyre i gabuar dhe adhurimet e tyre të gabuara. Pra shehu dhe një herë nuk njihesh se ka bërë një libër si Nukhbatul Fikr, që është në mustalah hadith, në shkencën e hadithit, ose në bazët e fikut, që përmend rregullat e bazës të fikut, qawaid fiqhiyya, rregullat e fikut, ose shkenca e hadithit, si transmetohet, kush janë rregullat. Jo, aleikum selam. Ka përmendur në librin e tij çështjet më të rëndësishme, që janë më të rëndësishme për besimtarin, për muslimanin. Dhe pikërisht çështjen më të rëndësishme, të më të rëndësishmet që kishin nevojë njerëzit në atë kohë, që ishte kush? Miratimi i tauhidit uluhie, miratimi i njohshmërisë Allahut në adhurim, që ishte thelbi i thirrjes së profetëve. E ka përmendur dhe tauhidin rububie, po siç thamë në herën e kaluar, si argumentim për kë? Për tauhidin uluhie. Dhe çdo bazë që ka shpjeguar në të libër, çdo parim e ka shpjeguar dhe ka sqaruar për të shërbyer kujt? Tauhidin uluhie. Prandaj, autori me të libër i drejtohet popullit dhe masës
e cila ishte në një grad shumë të ullët të dijes. Dhe bëhet pyetja, si e kanë lexuar të libër ata? Si ishte forma? Forma ishte me talqin. Pra, duke ja lexuar tyre me zë të lartë, dhe ata e përsërisin. Quhet libri i fesë, ky libër që quhet libri i fesë. Dhe e mësonin i vogël dhe i madh. Po si e mësonin gaz? Thoshte i'lam, dije. Është detyrë të mësu 4 gjëra, është detyrë të mësu 4 gjëra. E përsëriste, si Fatihaja. Thua elhamdulillahi rabbil alamin, elhamdulillahi rabbil alamin. E përsëriste. Derisa mëson të përmendsh 3 parimet. Që fillim tham përmend 4 çështje. Dija, puna, thirrja dhe durimi në të treja. Kështu fillon 3 parimet. Dhe ishin të gjithë imamlarët në çdo xhami në atë kohë dhe më pas që i mësonin xhamatit të libër. Në këtë rrugë, në këtë formë. Jo duke çfarë, duke ja dhënë si libër lexoje. Jo, duke marr librin, ata nuk din lexon as shkruanin. Edhe i thonë përsëritë. Derisa mësonin përmendsh. Dhe ta dini vëllezër të dashur që fillim, në kohën e parë, pra që ku ka ardhur pra zbrit Kurani. Kurani si është ruajtur fillim? Është direkt e shkruar? Jo, si është mësuar nga Xhibrili nga profesori tek profesori. Si është? Çfarë me dëgjim? Përsëritë. Iqra, lexo. 5 ajet të para të surës Alaq, janë 5 ajet të para që janë zbritur. Kuptimi i fjalës lexo, çka kishte diçka të shkruar? Jo, lexo e ka kuptimin përsërit fjalën që mund të thënë. Lezo me Zotin, me emrin e Zotit të cilin të krijoi ty. Li khalaq, që krijoi. Dhe sahabët më pas erdhën dhe mësuan dijen si. Ato që mësuan Kur'anin, si mësuan Kur'anin? Me shkrim? Jo, me talqin, duke përsëritur. Dhe më pas sahabëve, konë tabiinëve, pra erdhi Kurani, u shkruajt konë sahabëve, konë Umeri dhe Uthmani radhiyallahu anhuma, por se më pas erdhi dhe u bë tadwinul ilm, shkruarja kujt? E dijes. U shkruajtën hadithet. Po kjo bëri çfarë? U bë shkak çfarë? U dobësua memorizimi i dijes. Shkrimi i dijes që shkak që të dobësohesh memorizimi i kujt? I dijes. Dhe para Islamit, para se mësimit Kurani, arabët njiheshin për këtë. Ishin analfabet shumica. Poezit dhe prozat që i trashëgonin nga kujt? Nga poetët, nga baballarët e tyre, si i mësonin, e dini? Duke i dëgjuar. Po mjaftonte një herë, 2 herë ta ngjionte, s'ka pas atë si thosh, atë lodhje mendje, atë përkupim gjëra të ndryshme të kota, se sot ne bombardohemi me vite të shkurtra për shembull. Hap ditë celularin, Facebookun, çfarë tjetër, ose TikTokun, e del një video 10 sekonda. Pastaj një video 10 sekonda tjera, ose gjysmë minuti. Ti tani bombardohesh, ti s'ke pastaj mendje, ti lexosh, ti mësosh një faqe Kurani. Po ti lexon një ajet, nuk lexon dot përmendsh. Pra, ta mësosh përmendsh për shembull një ajet për sa do ta mësosh përmendsh? Një ajet, që është avërsisht pra një rresht. Mund themi ja, unë dua çerekore. Jo, sa çerekore zotani. Një ajet, e shfaqje re për shembull. Merë një ajet, e shikoj për sa mëson. Për çerekore zakonisht mësonin dikur, ose për 10 minuta. Sot rri personi gjysore, ose 1 orë nuk e mëson dot. Sepse mendja e tij është e lodhur me gjëra të tjera. Dhe arabët kanë qenë analfabet, nuk ishin pra dhe kanë qenë në një natyrë, pra jetonin në një vend ose në një vend i tyre, ose jeta e tyre ishte ndërtuar që ishte shumë e pastër, pa përkopime, të cilat ishin tonë që rëndonin mendjen, dhe ishin mësuar të mësonin gjëra përmendsh. Pra pa pasur nevojë të shkruanin ose lexonin diku. Shehu, autori i librit, e ka shkruar këtë librin me qëllim që të korrigjonte dhe të përmirësonte besimin e muslimanëve në atë kohë, i cili ishte i besim që ishte i devijuar për shkak të ignorancës. Ishin kthyer gjërat përmbys, shtam e mira ishte e keqja e mirë, idhujtaria që u është fe
e vërtet dhe tauhidi ishte diçka që ishte e çuditshme dhe e gabuar ose pa pranueshme. Gjithashtu përmendet, pra që thamë në fillim që gjendja ishte shumë e rënduar, pra ishin shumë larg jo vetëm populli i masës, po edhe ato të cilët ishin pra quheshin dietarët asaj kohe, për cilët që dy burra prej Mekës kur shkuan në Taif dhe ata konsideroheshin nga masa si dietar. I thot njëri prej tyre i thot tjetrit. Thot nga vetja vet, pra kështu kishte mësuar. Thot banorët e Taif nuk e njohin Allahun Azza wa Jall. Por se ata njohin Ibn Abbasin. Pra ka qëllimin që banorët e Taifit shkojnë ke Ibn Abbasi kërkojnë lutje. Atë i thot tjetri. Thot jo, thot. Ata njohin Allahun, thot. Mjafton, thot, njohja atyre që i kanë për Ibn Abbasin, që ata njohin Allahun. Dhe njëherë. Mjafton njohja që ata kishin për Abdullah ibn Abbasin, për të qoftë se ata njohin një besimtar të Allahut Azza wa Jall. Dhe ata quheshin për dietarëve. Pra sa gjendje e rëndë ishte. Pra ato dy persona konsiderohen tek syt e njerëzve në atë kohë prej ahlul ilm, prej dietarëve. Gjithashtu ka pasur për atyre që ishin dietarë të asaj kohe ose konsideroheshin për dietarëve, të cilët shkoheshin dhe adhuronin varret. Pra ato të cilët merreshin si shembull. Dhe arriti gjendja sa populli në atë kohë nuk dinte as gjërat më elementare të fesë, për shembull të merrte abdes, merrte gusul, nuk dinte ç'është falesh namazi, dhe kishte për tyre filluan në përfshatra të mohonin dhe ringjalljen. Atëherë, ignoranca është shkak për çdo të keq. Si erdhi këtu në Shqipëri? Fillimisht ata quan Ahmet Zogun, pra shteti Osman ose perandoria osmane, u rrëzua, u mbi fuqinë, tek ne sollën më pas Ahmet Zogun. Një familje me origjinë ishte pra Ahmet Zogu, ishin muslimanë. E para që oqi Shamin ishin motrët e tij, dhe ai e luftoi Islamin në një formë ndryshe. Tha, ka shumë shkolla, medrese. Janë tepër, nuk na nevojitën ai shumë. I mbylli shumicë. Nikabin që ishte simbol i fesë, që sot disa thonë është zakon i vendeve, kjo është gabim. Jo, nikabi është sunet në fjalën e saktë dietarëve. Po nuk më them që s'është për fesë. Nikabi është për fesë. Tani, nëse do dalim këtë çështje tjetër, që urtësia për dikë thot nikabi në këtë vend tonë është pak e rëndë, ndoshta do jetë më mirë në të lloj forme, mund ta japim të lloj arsyetimi diçka tjetër, po ta mohosh që është për fesë, kjo nuk mund të mohohet, sepse ka argumente që tregojnë që nikabi është për fesë. Sa ka dy mendime dietarë, që një mendim thotë është detyrë, dhe një mendim thotë është e pëlqyeshme. Shkoi çështja që ata mohuan ringjalljen. Pra sulla shembull në Shqipëri se gradualisht në Shqipëri si erdhi komunizmi, e gjeti gati pra ajo parti pra komuniste ateiste. Erdhi gradualisht, dietarët bën emigrim, disa u torturuan, u internuan, u burgosën, disa pastaj shkuan emigruan shumica, dhe kush mbeti? Betën njerëzit e thjesht, ata pak, me ato që ishin më shumë dervisha, jo dietar, që e shitën fen, edhe ku erdhi pastaj komunizmi, ata thanë ne u tallëm me popullin, feja është opium, gradualisht humbi dia, sa shkuan njerëzit, pa u imponua dhe ateizmi, u imponua dhe mohimi, u luftua besimi deri në fund, dhe gradualisht mas 90-s ti shikon një Shqipëri ateiste, shumica, edhe pse ata mund të thënë jam musliman. Për shembull sot dikush thotë jam musliman, pse thotë jam përkatësi.
e kam babin musliman, e kam pas babin Hasanin. Hasani ka pas babën hoxh, unë jam musliman. Kur del ti dhe bën një bisedë të shkurtër rreth besimit islam, ai mund tallet, ai mund ta mohoj direkt ato që ti thua që ka ditë gjykimi, ka ringjalli. Besoj kjo është gjendja e shqiptarëve, themi shumicën e shqiptarëve. Edhe pse në origjinë themi Shqipëria ka qenë një shtet musliman, por se është zhndërruar nga ato shtete që dietarët i quajnë shtet që origjina e tij ka qenë islame. Po është zhndërruar në një shtet jo musliman. Nëse të marrim do të vlerësojmë një shtet musliman në bazë të kujt popullsisë. Sepse të kishin temë tjetër që kërkon më shumë diskutim për ta sqaruar, pra kur themi që një shtet është musliman apo jo musliman. Kur themi që gjikohet me ligjin e Allahut, kjo është një kriter. Kur themi që simbolet e islamit janë të dukshme dhe lejohen dhe askush s'ndalon, kur themi që shumica e popullit është praktikant, është besimtar. Ka disa kritere që janë për të diskutuar. Pra, në këtë kohë arriti gjendja në kohën e Muhamedit ibn Wahabit, Allahu mëshiroft, sa njerëzit filluan të mohoshin edhe pjesë të rëndësishme të fesë, qoftë ke besimi, që ishte edhe ringjallja. Është e çuditshme që edhe tek pra edhe vetë ato të cilët kanë shkruar të rreth Wahabiyes në enciklopedinë britanike, fjala Wahabiyet, disa kanë përkufizuar besimi islam i pastër, i kulluar. Për shembull, ka për qëllim Wahabiyen besimi islam i pastër që ka kërkuar të kthehesh në origjinën, në rrënjët e para të fillimit të islamit. Një nga shkrimtarët, historianët amerikanë thot në librin e tij Cilizimi i botës islame, thot ishin njerëz në atë kohë, pra në kohën e Muhamedit ibn Wahabit, thot në një gjendje thot ku feja e tyre thot ishte mbuluar me një mbulesë të zezë, e cila kishte, pra mbulesë e zezë e cila e kishte mbuluar njëshmërinë e Allahut madhëruar. Një perde e zezë prej devijimeve, shpikjeve dhe idhujtarisë. Sa thot, jo muslimanët thot, ata kishin veprat e jo muslimanëve, e idhujtarëve, po quheshin musliman. Pra kishin vetëm emri. Prandaj nevoja e madhe për thirrjen e shehut ishte me të vërtet një nevojë në vendin e saj, pra në kohën dhe situatën që e kërkonte. Dhe më e keqja më e madhe, thënë dietarët, në atë kohë, ishte se dietarët e asaj kohe ishin ata të cilët thërrisnin nëpër mimbaret për këto shirkijate, këto idhujtari dhe këto devijime. Që i quan dhe shehu në librat e tij, në ato dëshkrimet e tij, thot, dhe ato ishin el tawagit, dietarët në thonjza, të cilët i zbukuronin njerëzve dhe i justifikonin me argumente të kota këto veprime prej idhujtarie. Ai sa arriti gjendja ku ka mbetur thot vetëm emri për islamit. Dhe u kthye thot kufri u quajt besim dhe besimi kufër dhe idhujtaria u quajt tauhid dhe tauhidi idhujtari. Gjithashtu, nëse të shikojmë, do vërim që autori në radhë të parë do të dimë që ky libër ka 4 kopje. 4 kopje, të cilat të gjitha të kopje janë të ndryshme dhe dallojnë në gjëra jo të mëdha, jo në thelb. Thelbi i këtyre 4 kopjeve që shehu ka shkruar këtë libër, e ka shkruar disa herë, ato që janë gjendur, thelbi dhe tematika kryesore ka qenë e njëjtë, shpjegimi i 3 parimeve.
njohja e Allahut Azza wa Jall dhe si ne njohim Allahun me argumentet e universit, krijimit dhe të shariatit. Njohja e fesë duke përmendur el-maratibud-din, duke përmendur gradat e fesë që është Islami, besimi, imani dhe ihsani, bamirësia. Gjithashtu njohja e të dërguarit sallallahu alaihi wasallam. Këto kopje ndryshojnë nga njëra tjetra, njëra mund të jetë më e zgjeruar se tjetra, dhe ndryshon ndoshta pak metodologjia e të shkruajturës, e shkrimit të tre parimeve të këtij libri, duke pasur ndryshim dhe i dallim të vogël midis njëra tjetrës. Të gjitha këto kopje e kanë përmendur, gjithashtu kanë përmendur se kush ka qenë i dërguari i parë dhe kush ka qenë i dërguari i fundit. I dërguari i parë ka qenë kush? Sandër. I dërguari i parë që është ardhur. Ti kemi Nuh alayhis salam. Dërguari i fundit është profeti Muhammed sallallahu alaihi wasallam. Gjithashtu këto kopje kanë përmendur të gjitha, kanë përmendur përveç kopjes së dytë gjykimin që ka ai i cili mohon ringjalljen. Gjithashtu kopja e katërt se ka përmendur se kush ka qenë i dërguari i parë dhe i dërguari i fundit. Pra, të gjitha kopjet janë të njëjta, përputhen në tematikën kryesore që ka libri. Po ndryshojnë në gjëra të vogla që nuk kanë atë në rëndësinë, si thuash, atë që e nxjerr nga thelbi ose nga origjina dhe shkaku pse është shkruar ky libër. Gjithashtu vërejmë se autori në shkrimin e këtij libri ka përmendur në çdo çështje ka përmendur argument. Dhe nuk e ka bërë këtë libër duke u bazuar në të shumtën e çështjeve në fjalët e dietarëve ose të njerëzve, për njerëzve të dijes. Por se është bazuar në argumente prej Kuranit dhe Sunetit. Dhe kanë qenë numri i argumenteve që janë përmendur në këtë libër, pra afërsisht 60 argumente. Dhe numri i transmetimeve të fjalëve dietare ka qenë vetëm se 6. Dhe nuk është kufizuar që këto 6 dietar të jenë të një mezhebi. Po mos qenë, pra, aleikum selam. Po mos dhënë atë mesazhin që duhet i përmbahemi një mezhebi dhe të lejmë tjerët. Por se nëpërmjet këtij libri ai ka dashur të edukojë gjithashtu në njëjtën kohë, pas korrigjimit dhe përmirësimit të çështjeve të lidhur me besimin, për besimin e tyre të gabuar, ai ka dashur të edukojë popullin dhe masën se besimtari e merr akiden, besimin e tij në bazë të argumenteve dhe në bazë të imitimit. E merr në bazë të Kuranit dhe Sunetit. Dhe gjithashtu besimtari s'duhet të bëhet fanatik në besimin e tij ndaj fjalës ose methebit të askujt. Ka pasur disa kritika rreth këtij libri nga disa persona prej dietarëve, të cilët e kanë keq kuptuar fjalët e shehut dhe ka qenë shkak, pra kritikat e tyre lidhen me disa përkufizime që shehu i ka dhënë disa, për shembull, i ka dhënë përkufizim dijes, dijen e ka përkufizuar me fjalën njohje. Dija është njohja e Zotit, njohja e fesë dhe njohja të dërguarit. Tani këta kritikues janë kapur që njohja nuk është dija. Dhe shehu ka pas për qëllim njohjen, dijen. Por ka përmendur el-ma'rife, njohjen, sepse ky term është më i përshtatshëm për ta kuptuar ku është qëllimi tek populli ke masa. Pra ata thonë ky libër, përderisa është bërë nga dietar, do të ishte shkruar në formën e një akademiku.
Pra të shihemi më ndrysh. Pra një person i cili është specialist në shkrim, kur shkruan. Shehu ka bërë një libër popullor, si më thënë. Ka përndorur dhe shprehje popullore. Dhe është shprehur shumë si thua, shumë lehtë për të kuptuar, shumë i qartë. I ka shkruar shprehjet ose ato fjalët e tij në një formë që këtë të kuptoheshin nga tërë masa. Dhe kur e kritikojnë në përkufizimin, për shembull, të një termi tjetër, ata gabojnë sepse kjo kritik që nuk është vendin e duhur dhe ata nuk e kuptuar qëllimin pse shehu ka shkruar në këtë mënyrë, bën shkak edhe se mund të kenë një pjesërisht të vërtet në lidhje me termat, ata mund bën shkak ta kritikues që njerëzit kur të lexojnë kritikat e tyre për këtë libër, atëherë ata mund të paraqyjkojnë ndaj këtij libri dhe mund të çfarë të mendojnë keq dhe ta lejnë leximin e librit kaq të rëndësishëm. Pra janë kritika që nuk kanë qenë në vendin e duhur, sa ata s'kan kuptuar që qëllimin e shehut me këto përkufizime që ka sjellur, që i ka sjellur në një formë që popullin dhe masa ta kuptonte që ishte analfabete. Dhe kjo ka qenë një nga gjërat të cilat pra ka shkaktuar deri diku për shkak të mosnjohjes metodologjisë së shkrimit të këtij libri, ka shkaktuar që disa të kenë paragjykime dhe të kenë gjykime të gabuar ndaj këtij libri. Inshallah me kaq inshallah ne përfundojmë mësimin e sotëm. Elhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah.